pensionin urban. Dhe një pension që nuk ishte fare kur ishit ju atëhere, as nuk ishte fare, s'kishte pension rural, ne e qojmë në 18.000 lek pension, s'kishte fare, se s'diti, s'merë veshti nga kjo punë, kur t'i kuptoshti. Dhe gjoje zonjë, gjoje, vitin e ardhshëm, përveç bonusit, se gënjeve praptu, përveç bonusit, pensioniste, po i referohem një pensioniste që është nëna ime ka punuar 22 vjet infermiere. Dhe ja shpjegova, se më pyeti, më tha, birë, tha, sa më shritur dhe sa më rritet mua pensioni. Në vitin 2026 i rritet 18.000 lek në çdo muaj, herë 12 muaj, 216.000 lek. Në vitin e dytë i rritet 36.000 lek, herë 12, i shkon 432.000 lek rritja. Në vitin e tretë i shkon 628.000 lek rritja dhe në vitin e 4, në vitin e antarësimit Bashkimin Evropian, i shkon 12 herë 72, i bie 864.000 lek. Të gjitha të zbashku shkojnë 2.160.000 lek rritje. Se ju me matematikën ju ka lënë ai mrapsh, se ju 7/7 vazhdoni, po janë 2.160.000 lek. Kjo është rritja e bërë për një pensioniste e cila ka punuar 42 vjet dhe sigurisht, unë e di që pensionisti i vetëm ndër ju nuk ka hall rritjen e pensioneve se ka pagën e lartë. Ne flasim për këta 670.000 të tjerët. Për ata flasim ne. Ju keni hallin e pensionistit tuaj, unë i dua shumë pensionistët, ju referova në nëstime të dashur dhe ju referova 670.000 pensionistëve. Tani pa humbur kohë, se nuk po shkoj në shumë shifra të tjera, pa humbur kohë, ju lutem shumë, ta votojmë kërkesën tuaj për t'ju bashkuar debatit të buxhetit. Këtë ju kam thënë konferencë kryetarëve. Ky debat, minimumi etik, është pjesë e diskutimit buxhetit. Strategjia juaj për të marrë Jorida 10 minuta, për t'i bërë qefin, le të funksionoj kështu, vazhdoni, bini prapë mocione me debat, flisni 10 minuta, ndërkohë serioziteti i forcës tuaj politike vazhdon të konsolidohet, si kurse u konsolidua ditën e hënë me 300 petrita në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Shumë faleminderit, i ftoj kolegët nëse reflektojnë debati për këtë çështje të bëhet përgjatë buxhetit, nëse nuk reflektoni, votën tonë e keni gati kundër këtu dhe të vazhdojmë buxhetin. Pensionistët presin pensionet. Faleminderit. Faleminderit. Hedhim në votim të hapur me kartona kërkesën për zhvillimin e mocionit me debat, me mungesën e caktuar.